Në kuadër të shënimit të ditës evropiane të trashëgimisë kulturore, Shkolla Fillore Bedri Alezaga organizoi një aktivitet të pasur dhe edukativ në Trevën e Krajës, një zonë me vlera të larta kulturore e historike. Nxënësit patën mundësi të vizitojnë disa objekte të rëndësishme të trashëgimisë, ku përmes vizitave dhe ligjeratave në natyrë u njohën më nga afër me historinë dhe kulturën e kësaj rrethine. Ligjerata të veçanta mbajti arkitekti dhe magjistri i arkitekturës Korap Kraja, i cili me pasion dhe profesionalizëm ndau me nxënësit njohuritë e tij për rëndësinë e ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe arkitektonike. Ky aktivitet u zhvillua në bashkëpunim ndërmjet dy shkollave, Shkollës së Katërkollës dhe Shkollës së Krajës, duke sjellë një shembull të mirë të bashkëpunimit ndërshkollor për qëllime edukative dhe kulturore. Në një intervistë të shkurtër të zhvilluar në oborrin e Shkollës së Bedri Alezagës, mësimdhënësja dhe njëra nga organizatorët e këtij aktiviteti, Lulieta Avdiu Cura, shprehu rëndësinë që kanë këto aktivitete për edukimin e brezave të rinj. Dita Europiane e trashëgimisë kulturore u shënua me një aktivitet në Trevën e Krajës, ku me këtë rast vizituam disa objekte të rëndësisë së madhe të trashëgimisë dhe vlerës kulturore. Ligjeratat janë mbajtur nga magjister Korap Kraja, i cili është njëherët edhe magjister i arkitekturës, por bashkëpunimi erdhi ndërmjet dy shkollave tona, të cilat dua t'i falenderoj udhëheqësit e saj nga zemra, dy drejtorët e shkollave, të Shkollës së Katërkollës dhe të Shkollës së Krajës, si edhe profesorët dhe nxënësit që morën pjesë në këtë aktivitet, për të mbajtur një orë mësimi në natyrë, një orë interaktive, e cila ndihmoi që nxënësit përveç rritjes vlerave sociale, kuptuan edhe diçka shumë të rëndësishme, siç është ajo e ruajtjes trashëgimisë kulturore, sepse nesër duhet të jenë pikërisht këto fëmijë që kur të rriten të mbartin mbi vete përgjegjësinë që të kujdesen ndaj këtyre vlerave tona të përbashkëta, por që na përfaqësojnë në një rrafsh edhe më të gjerë në rrafshin evropian. Mësimdhënësja dhe organizatorja e këtij aktiviteti, Lulieta Avdiu Cura, theksoi se nxënësit treguan shumë interes dhe entuziazëm gjatë gjithë organizimit, duke u angazhuar me vëmendje dhe kurreshtje për të mësuar më shumë mbi trashëgiminë e tyre kulturore. Fëmijët shprehen një interesim shumë të madh për vendet që vizituam, sepse ato ishin disa, duke filluar nga 12 ublat në lagjen Bolej të Krajës, pastaj të ubla e madhe e Gjon Vladimirit, kisha e Shënmërisë, xhamia më e vjetër e Krajës, xhamia në Qyrjan, që daton që nga viti 1602, dhe pastaj edhe një port apo molja e skes, siç i thojnë vendasit, i cili ka shërbyer edhe për vendosjen e lundrave, sepse dikur në liçenin e Shkodrës ka qenë zhvilluar lundrimi. Ora ishte interaktive me pyetje dhe përgjigje. Nxënësit dokumentuan vendet që vizituam duke bërë foto të ndryshme, me cilat do të organizojmë në të ardhmen edhe një mini ekspozit. Morën shënime dhe përvojën e asaj dite, talentin e vetë dikush do ta shprehin në pikturë, dikush në vargje, në prozë dhe në poezi. Pse mendoni që kjo ditë është e rëndësishme për të shënuar dhe për ta përcjellur edhe tek nxënësit? Sepse roli jon si mësues nuk duhet të qëndrojë i mbyllur vetëm brenda klasës, por duhet që, duke pasur parasysh se kemi vende që përfaqësojnë më të madhe trashëgiminë kulturore tonën, ne duhet të marrim pjesë fizikisht te këto vende dhe përmes aktivitetit dhe punës tonë t'i promovojmë
këto vende në një rrafsh edhe më të gjerë dhe në këtë rast nxënësit janë dhe duhet të jenë promovuesit më të mirë të këtyre vlerave bashkë me mësimdhënësit. Mësimdhënësja tregoi se nxënësit e pritën me shumë interes këtë aktivitet dhe u angazhuan me entuziazëm. Ajo theksoi gjithashtu se aktivitetet të tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen, me qëllim që fëmijët të njihen më shumë me trashëgimin kulturore dhe historinë e vendit ton. Së shpejti po organizohet, do thot, me nxënës sa kam planifikuar edhe European Day of Languages, me që kjo ishte European Heritage Culture, dhe do thot çdo herë gjej mënyra që t'i përfshi në aktivitetet të ndryshme, sepse nxënësit, si e thash edhe më herët, duhet të dalin nga klasa edhe duhet të ndjejnë se i përkasin vendit ku mësojnë, ku jetojnë, dhe duhet të ndjejnë barën dhe përgjegjësinë që këtë vend ta prezantojnë dhe ta promovojnë edhe në një dimension tjetër. Ndërsa sa i përket edhe diçkaje edhe më të madhe, e cila planifikohet realizohet në shkollën tonë, është projekti i përkrahur nga UNDP për krijimin e klasës në natyrë. Edhe shpresoj që do të jeni mysafirët tonë kur të fillojmë me punimin e projektit dhe deri në finalizimin e tij, ku do të kemi të ftuar mësuesit e shkollës me mbajtjen e orëve në natyrë, e po ashtu do të kemi ftuar edhe mësuesë nxënës nga shkollat e tjera dhe këtë shkollë këtu në qendër, në zemër të anës Malit, ta bëjmë një nga shkollat më të njohura siç ka qenë dikur në ish Jugosllavi. Këtë aktivitet nga kush u mbështet? Aktivitetin e fjalë u mbështet nga Ministria e Kulturës dhe Medias e Malit të Zi, ku me këtë rast shprehi rastin t'i falenderoj nga zemra, sepse ishim shkolla e vetme që patëm mbështetje nga ato me rastin e kremtimit të European Heritage Days. Ky aktivitet ishte një dëshmi e qartë se trashëgimia kulturore mund të jetë një mjet i fuqishëm edukimi, kur bashkohen shkolla, komuniteti dhe pasioni për dijen, me plane për vazhdimsi në aktivitetet të ngjashme. Shkolla fillore Bedri Alezaga synon të rrisë ndërgjegjësimin tek nxënësit për vlerat historike dhe kulturore të trevës së tyre, sepse vetëm duke njohur të kaluarën mund të ndërtojmë me vetdije të ardhmen.